Niyeti është qëllimi, synimi ose vendosmëria, vendimi i zemrës. Dhe shqiptimi i niyetit me gojë nuk ka asnjë bazë në argumentet e shariatit. Nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë bërë sahabët. Do të thënë nuk ka asnjë bazë në fenë e Allahut dhe thënia e niyetit me gojë është bidat dhe është punë shumë e palogjikshme. Do të thënë është e çuditshme që njeriu të vi, ti thot, pra i drejtohet Allahut subhanahu wa taala, e vendosa që ta fal namazin e drekës 4 rekate në xhami me xhamat, ju drejtova kibles e kështu me radhë. Do të thënë kjo nuk ka bazë në fenë e Allahut. Ka përmend një prej shujukëve, ndoshta kemi përmendur edhe tjetër herë, që e ka dëgjuar dikën duke thënë kështu, edhe i ka thënë nuk e bën niyetin e plot. Ai ka thënë pse? Thënë se nuk tregove datën edhe orën. Do të thënë, prandaj kjo nuk është e saktë, do thotë në fenë e Allahut. Pse është nevoja që njeriu t'i tregojë se sa do të fale, a është kthy ka kibla ose jo? Do thënë, këto çështje janë në zemër.